ku shkatron robi I dinarit. Megjithse ky person nuk I bën thjesht dinarit paras. Nuk I lutet. Megjithatë e ka quajtur abdu dinar, pra rob I paras, rob I dinarit. Sepse ai zemrën e tij, veten e tij dhe gjymtyrët e tij e kanë nënshtruar mbledhjes së pasurisë. Për këtë arsye ai është, si më thënë, rob. Kthehet në një rob të dynjas. I nënshtrohet asaj. Mbledhjen e pasurisë e ka qëllim në vetvete. Nuk e shikon pasurinë si mjet. Nuk e shikon si mjet falënderimin ndaj Allahut Azza wa Jall, ndaj mirësive që I ka dhënë atij. Dhe haron ky miskin se Allahu I jep në këtë botë atij që e do dhe atij që nuk e do. Allahu te baraka taala ja jep dynjan atij që e do atë, dhe atij personi që Allahu nuk e do, ja jep të gjithë dhe jo besimtarëve. Por botën tjetër, ahiretin e jep vetëm atij që do. Për këtë arsye, meqense ky njeri ja ka nënshtruar zemrën e tij vetveten, gjymtyrët dhe gjithçka prej vetes së tij, dynjas, pasurisë, mallit të kësaj bote, është konsideruar si rob I dynjas.